Ka qenë edhe fakti që në mënyrë mjaft të vendosur po luftojmë kundër të gjitha shanseve kur vjen fjala për sundimin e ligjit, për barazinë përpara ligjit me reformën tonë në drejtësi. Është shumë e dhimbshme për herë të parë në historinë tonë të shtetit, që është prej 1912-s, kur shpallëm pavarësinë. Po shohim njerëz të fuqishëm të lidhur me pushtetjen politik që janë në qeveria në opozit që japin llogari përpara gjyqtarëve e prokurorëve të pavarur. Sigurisht nuk mund t'ja u fsheh që në pikpamjen njerëzore nuk është gjëja më e mirë të shohësh njerëz të cilët i njeh prej një kohe të gjatë që qohen përpara drejtësisë për t'u përgjigjur për gjëra të ndryshme. Dhe duke qenë se janë të pafajshëm derisa të provohen fajtor, këto janë procese që kërkojnë kohën e tyre. Por ajo çfarë është krejt e re në Shqipëri dhe që është mjaft revolucionare, do të thoja, jo vetëm në Shqipëri, është që nga njëra anë kemi pastruar masivisht procesin e drejtësisë përmes një procesi verifikimi dhe nga ana tjetër praktikisht ja kemi kaluar shpatën e ndëshkimit nga pushteti ekzekutiv te pushteti juridikor, dhe nuk ka qenë kështu vetëm pak vite më parë. Dhe